Shndrit. E kom marrë ato lëgjojnë sot po. Sa ju dëgjojsha për histori personale, unë mendojsha që ka me të regu. Edhe para disa ditësh, me Mateon, me Brikenën, me Gimbon, patëm bisedat ndryshme të situatave tjetës që kemi kalu. Edhe po ju të regoja, në fakt e kom pyet edhe Mateon, i thash sa ishim në shpellë, i thash Mateo, a tu ka kujtu në isen shumë e vjetër sa e këtu brenda për efektit të izolimit, apo ka pas në momente. Mu në shpellë më kujtu një rast që më ka ndodhë gjatë periudhës tem tjetës adoleshente. Unë kam qenë shumë i bullizuar, kam kalu periudhat shumë të bullizmit, tortura. Jepi fort, Jepi fort sepse me atë tem duhet të fol shumë nëse ajo është problem. Fol, shprehu. S'po muj. Po, mos e prit me. Se bëjt me fare. Është pjesë e jetës. As si le, s'ka që gjithë kuptojnë, të gjithë na kuptojnë. Ata që s'kuptojnë mos ta shohin fare. Fol. Edhe në shpel, më kujtu një ngjarje. Falë. Jo, mos e bëjt me fare shprehu. Qaj sa dush, këtu jena për një tjetër. Shumë është hera parë që e fola një ditë me Brikenën. Nuk kam fol kur. Edhe po mja gleq për në temi tashën të gjojnë. Ty duhet me të vlerësuar çdo person që ke folë se më e folë. E do të kisha dashur shumë ta kishim gajduar për bullizimin, ku në bullizimit sonte këtu, po është shumë vonë. Në momentin kur u fikshin drita të shpellë, në dilke barbara, një situatë kur e kom përjetu ditën e ditëlindjes. Kam qenë në shkollë fillore edhe ditën e ditëlindjes tu këti për shkollës. Dhuratë për ditëlindje prej shoqënisë bullizuese, njerëzve, djemve, mu mbyllin me një garazh të makinave. Edhe brenda e fusin një qenë. Gjermaj të do të gjithë jeshtë. Më ka fshon, e kam të shenjën, cilën staj dhe shumë ma kujton. Edhe nuk e di që shkom dalë, është thjesht si forca Zotit, ndoshta edhe kom vrapu në shpe, ishte ditëlindja dhe normalisht zdojsha me përishe atmosferën të shtëpia edhe nuk pata të regu. Kom kalu shumë gjatë këto gjana, si s'po më ishëm detaje me folë. Edhe transformimin tem njëtë është fitoria ndaj bullizmit për mu, edhe uroj që krejt ata e gjenë forcën edhe e te kalojnë edhe e mundin, edhe nuk ju dej dikush për para që mundet me i mujt, ose mja nal andrat, ose mja fik dritën. Kaq. Bravo qof, bravo qof. Edhe sepse mu ka boj